Ministri i Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu së bashku me kryetarin e Bashkisë së Durrësit Mirjana Sako inspektuan punimet për ndërtimin e shkollës së re Met Hasa në Durrës, një investim që do të krijojë kushte bashkëkohore për 250 nxënës të këtij institucioni arsimor. Punimet pritet të përfundojnë në janar të 2026-s, ndërkohë që ky investim është pjesë e një programi të gjerë rikonstruksioni dhe ndërtimi të objekteve arsimore në të gjithë vendin. Manastirliu theksoi gjatë inspektimit se sezoni i verës është vënë në funksion të përmirësimit të infrastrukturës arsimore. Jemi në këtë fazë ku ka përfunduar pjesa e themeleve, është ngritur pjesa e strukturave. Në këtë shkollë kemi rreth 250 nxënës. Këtu kemi bërë të mundur të fusim edhe një kopër sepse zona është e madhe. Dhe kjo shkollë është në proces për të përfunduar në janar të 2026. Po, dhe në Durrës na bëhen 70 godina arsimore dhe mund të themi që kemi shumë pak nevojë ende për të përfunduar gjithë nevojën e riabilitimit të infrastrukturës arsimore. Kjo është një prej shkollave e cila po investohet nga Bashkia e Durrësit dhe dua të falenderoj kryetaren e bashkisë për gjithë punën që u bëni si bashki për t'i dedikuar pikërisht arsimit dhe investimeve në arsim, një mbështetje të vërtet duke investuar nga themelet për shkolla të reja. Ndaj ne përgjatë kësaj periudhe, që është periudha e pushimeve verore, kemi të gjithë fokusin pikërisht tek mirëmbajtja e të gjithë rrjetit të objekteve arsimore, gjithashtu tek investimet e reja, të cilat duam që t'i finalizojmë. Si Ministria e Arsimit dhe Sportit, në ciklin 2 vjeçar, pra 2025-2026, janë më shumë se 4 miliard lekë të vendosura në buxhetin e ministrisë për kantieret e reja të shkollave dhe objekteve sportive. Janë 22 objekte arsimore në të gjithë vendin, janë 18 objekte për sportin, pra 40 objekte në total që po investojmë duke filluar nga ky vit. Ndërkohë që përmbyllim 40 të nisurat vitin e shkuar për të bërë të mundur që jo vetëm të kemi më shumë cilësi në arsim, por një infrastrukturë dinjitoze. Investimi në shkollën Met Hasa në Durrës është pjesë e një vizioni afatgjatë të qeverisë të Manastirliu për përmirësimin rrënjësor të infrastrukturës arsimore në Shqipëri. Ministria e Arsimit synon të garantojë kushte bashkëkohore mësimore për nxënësit dhe mësuesit në të gjithë vendin, shtoi ministra. Nga viti 2025 në vijim fokusi mbetet tek cilësia në arsim përmes investimeve të qëndrueshme në shkolla, objekte sportive dhe ambiente ndihmëse, duke arritur aksesin, sigurinë dhe funksionalitetin e institucioneve arsimore.